Megjithse Dibra nuk njihet shumë për prodhimin e shalqirit, Sali Bici nga fshati Burimi Maqellarës e kultivon më mas prej vitesh. Ndryshe nga banorët e tjerë që e kultivojnë vetëm për konsum, Saliu e kultivon për treg. Çdo vit ai del në rrugën e arbrit për të shitur prodhimin e tij që e ka në mas. Fermeri Sali Bici ka kultivuar rreth 4 dynym me shalqi dhe thotë se është një prodhim totalisht bio, pas një stimulant për rritje apo ilaçe të tjera. Madje ai fton çdo specialist që t'i bëjë analizat e nevojshme dhe të vërtetojë që është krejt i pastër. Problemi me të cilin përballet fermeri nga fshati Burim është mungesa e tregut të shitjes, madje edhe aty ku del shpeshherë i shkon policia dhe i kërkon të largohet. Është me një fjalë me ushtim blektoral, me ple organik, nuk ka një fjalë asnjë lëndë të huaj. Le të marrin, hajde të vinë kushtëdor, specialistat, agronom që janë të rrethit, të vinë ta marrin shalqinin, ta fusin në laborator. Nëse ki lloj shalqini ka edhe 1% lëndë të huaj, përgjithësinë e majun. Kem një vend për ta shit, shefë dali këtu në rrugë të madhe, ose në qendrën Mashllart, kem një vend që ta shefsi. Po ne të që dalim, del këtu, vjen policia s'len, del Maqellar, po ashtu. Edhe këtu, du të kemi një vend, ose për shembull të ketë një pikë grumbullimi, me gjithë specët domate, ka të delimi kom me perime, ose po të kemë një treg, për shembull një pikë grumbullimi, unë e marr. E këpusi nga ara, e ne dërzoj atë, e mori lekun gramën, nuk rajtë për ditë të dalim në rrugë. Me pëskimi, jemi detyrot, dalim në rrugë. I prodhim për shembull, hajde kjo reziston, shalqini 2 ditë, 3 ditë. Po domatja, a nuk reziston. Sot edhe nesër edhe atë mos e nxjerr më, se nuk bën më, do të më hedh në kanal. Të mbjellim nisëm, derisa të kemi takat. Nesër me na lëm takatin, se jam mosh të këtë unë. Nesër me na lëm takatin, dërzohem. Unë bëj prodhimin, punoj tokën, bëj prodhimin, edhe nuk mori as nam që marrin ato qertë atë. Ato që se mellin, ato marrin. Nga ana tjetër, fermeri Sali Bici thotë se nuk është përqendruar vetëm në kultivimin e shalqirit, por edhe të perimeve që i nxjerr për t'i shitur në rrugën e arbrit në afërsi të Maqellarës.